është menduar se situata krijuar nga përmbytjet në janar të këtij viti, ku përgjatë një muaji disa fshatra në anë të malit kanë qenë të izoluar nga toka, nuk do të përsëriten. Por nëntori ka sjellë vështrime të përmasave më të mëdha, që banorët e fshatit më të rrezikuar në anë të malit Bore nuk e mbajnë mend në 30 vjetët e fundit. Situata hidrologjike në komunën e Ulqinit është të rëndë, edhe pse nga dita djeshme niveli i ujit në zonat e përmbytura ka rënje diku rreth 30 cm. Ne kemi vendosur që të vizitojmë sot fshatin Bore dhe të shohim për së afërmi situatën në teren. Duke ju ofruar shtëpijave të përmbytura, fituam bindje se jemi në një det të hapur dhe se kemi gabuar rrugë, por jo, ajo ishte rruga që të çonte drejt fshatit Bore. Një situatë dramatike, apo më mirë të themi kaotike, ishte para neve. Nuk e di çfarë të them, jemi të gjithë të stresuar, të friguar, jetojmë me ankth çfarë do të sjellë nata. Nuk e mbaj mend që kjo situatë ka qenë në 30 vjetët e fundit, na thot Zaim Osmani, banor i fshatit Bore. Ai shprehet se ka dëme të mëdha dhe se këtu jeta është bërë pa përballueshme. Ka ra, niveli ujë sot ka ra, por dje ka kënë nel deri aty ku ka hi për përgjerit e ka dalë për derë dhe ka hi më e ka dalë kënej, e sot ka ra pak so niveli ujit, uj ka kënë shumë, që derën janë mbaja, gjithmonë për këtë lagje kanë hi, u ka hi në për shpijat tanëve, u ka ranu shpijat, që kanë pas me enë, tash njështu i ka ra pak so, që ka me kënë shto kënaj nuk e dina, thojnë se moti keq ka me vazhdu ma gjatë, por që nuk e ditë është ma gjatë, që ka me kënë, tona i kënë gjanë, s'ka met një tu pa pomit, as benti, as aborët. Na pa kemi dhe të njoftume dhe me thanë kemi pas një situatë ma për të afërt në janar, a i kanë kalu niveli ujit? E ka kalu niveli ujit një 30 centa, pa dru që 35 i ka kalu për mi nivelin e ujit ku ka kënë janar. Disa të moshuar të thonë që këto përmbytje nuk mbahen men në 30 vjetet e fundit. Ja, para në 30 vjet ka kënë, diku ka kënë me 79 që ka kënë dhe zelja, në të kohë ka arë uj math një shto, por nuk ka nej ka që gjatë, ka nej pak dit. E ka kënë uj shumë, edhe atëherë. Po si gjinen ishtu me ushqim? Po të ashtë na jena përgatit pak so, sa për me kalu dimnin e një, ashtu po kalujmë të baktini kena shtinja të tonë dhe përsa u ka hine për shtalla, e kanë me zori të ako ishia tonë. Po unë kam punu kësaj verë pak së në shtallë bakti dhe gati ka kënë edhe aty. Si ka pas edhe 20 centi edhe ata mi tonë. Po nga shtabi emergjencës, a ju ka vizitu dikush, a ju ka ofru ndoj farndime? Kanë djena ka vizitu, kryetari do të tjerë kanë kënë të do shoke një shto. Qa kanë bëve, s'ka që në banë kërkush nesë, që kena zonë vendin të. Dhe kanë që s'mboni të, jo tash. Ja, si e shihni edhe vetë, jemi të rrethuar me ujë në 4 anë. Nuk e kemi pritur se për 2-3 orë do të ketë kaq prurje të ujit. Këtë shtëpi e kam ndërtuar pas tërmetit. Ka pasur ujë, por është hera parë që në ka depërtu në shtëpi. Jemi munduar të montojmë skele në shtëpi për të ngritur sa me afër tavanit orendit për të shpëtuar diçka. Kara liveri ujë 20 cent. Nuk qënë hesapa i liveri ujë që ka ra, për duhet me, unë nuk di, qysh janë edhe vjetë në januar ka kënë katastrofa për pak ma pak. Me mendime se diçka të shpapunohet, diçka të shpabohet, hajtë mundohet një me mund me jetu, me mas një shuhenin. Por një tash nëse nuk përshojnë janë me punu, me godit dhe sanë rruga dhe benti që ishë bon, ka kënë benti para për paran, para që ishë bajt benzina, kena kalu me makina, e se kena pas një që problem. Pa ta që i rathu si më rathu në det, nuk është një që katastrofe fort me bon atë bent. Hem pritet uj, hem kalojnë makinët e kalojnë njerëzit, një të lik me pas kada mi qu. Jena rathu si në det. Ma gjatë tanëm që derët e tanës po i përmendim, s'ka met gjatë, s'ka met. Në për shpia një 15 centë kam pas më rëndë, pa i shihni edhe ju teshat e krejt, tana për smeqe janë, ku dish me thonë, me bakti jena rathu, nuk e kena ditë që kaq katastrofë të fort, njështu që ka kënë. E manin mend ju,
Ja, kështu këma zolla, kështu ja, kështu bale shola harrohet kja, se për më bëka një shtu këtu s'kesh ka ban 24 orë, me ik. Nuk mundem me përballu. Kemi mbetur vetëm ne burat në shtëpi. Kemi larguar gratë, plakën dhe nipin. Por aty nuk mund të vazhdoj më biseden me neve zotëria. Pam vetëm lot në sytë e tij. Pes minuta është dashur të shkatrohet çdo gjë në shtëpi, çfarë kam krijuar tër jetën time. Atë e kam parë vetëm në filma. Kishim bërë izolime me thasë rane. U munduam gjithë ditën të mshelim dyert me çfarë na kishte rënë ndërmend. Në një moment, pam se nën dysheme shpërthej uji. Nga gypat e kanalizimit rrjedhte ujë. Ç'të ju them? Jemi të stresuar, të dëmtuar, të pagjumë, me sy në qiell dhe me një lutje të Zoti të na ndaloj këto të rreshura, shprehet Ramazan Nelaj, duke shtuar se qeveria duhet të gjejë një zgjidhje afatgjate, përndryshe këtu nuk ka jetë. Si mjet është shumë më shumë se ka arë vjetë. Tash vjetë, kja si mje me veç, se ka kanë januar, ka kanë tash po ishtë në decembar, sapi shumë ka shumë, ka ndëmëhanë se ishtë për mi 20 cent, 30 cent ishtë ma tepër se anë e kalumi se hanë, si ke. Shme ban këtu s'di shme ban ma. Kena mundësi, atër që kanë pas mundësi, kena quta gjana të asit, ujim ka hinë shpi 10 centi, ku mi quta gjana, atë që kena pas mundësi, kena ban, ma tepër s'di. Këtu në rrasë se nuk merë, dikush shtetja, dikush nuk merë dhe i farë masësh e gjanë, këtu nuk ka jetë ma. Nuk ka jetë, nuk ka asit. Në rrasë në vetë nga ka të dojnë dhe i farë mënëre si mas mundohna. Kretë jetën tonë, që kena ban, kena financu, kena ban, që kena ban, kja iku për 5 minuta. Unë s'dita se si do të rrasë, dikush më dojnë. Ju thotë se keni pravu me izolu me thasë rane? Kena pravu me izolu me thasë, me tana uj ka hi prej përfunit, ka asit, ka hi edhe ujit janë bo, ujnë të zezë, ujnë të bardhe janë bo bashk. Tu së rihet asë prej asaj, se ujit e zezë nështë dihet ma prej erë, në prej gjana. Çfarë mundësijet ka da kush që me në adhanë, dhe farë mundësijet, dhe farë mëndimin dhe gjamë në adhanë, në rrasë se vendor dikush ne, na deftojnë, ose shkujnë atë pare. Ju keni gjithë pasunin të, gjithë Kretë ato pasunin, këtë kretë që kena ban, kretë pasunin, kretë jeta eme, ishtë i tu, e më ka ikë për 5 minuta, mu i me thonë. Dhe më thonë se s'tu s'ka mon, të basit. Tash, qa më thë, se pa i lam pun tjera, pa i lam baktina, ta gjana, po me njerës, ku me qu stresin, ku me qu gjanat. Ate njerësin e desh me i qitë, dikush smuhet, dikush gjanë, kërkush s'kam ardhë, si më thonë, që më dash me të një mu me bandi qatë, kësha ka me më një mu, ka me një mu, ka më ardhë. Të jena si ndet, ka më ardhë. Kena pas bentin, me pa kënë benti i fije, me pa mush, me pa qu, masit bera ishim komuniku me taj farë gjanë, me taj traktore, me taj gjanë, kështu me qka, a ecet me barka, si ecet, gjithë mund qëtu. Ka si me hanë s'di si masit qaj puna kësaj punë, rase e din ekspertët të dikusho, dhe një farë menimi që do të bëhë, se gjithë kusha që i me të nuk pa thomë, si dhe mos në 5 shpi këtu, ne jena të maru fare. Tu s'ka jetë. Le marimin e gjana e pasonit të në, po stresin ku me qu. Ku me qu stresin, në zdi së masit. Ku me qu. Në përshpia tjera në thanë që i kanë largu fëmijt, i kanë largu pleqt. Sa keni arrit ju të largoni baktit, largoni? Kena më rritë me laguja të shkenjë, në për vetë to, në për asit, edhe familjen e kam lagu, vetë kam najtu. Më najve, që më najve, ata kanë pas frika tje që kanë najve, që më kanë lënë mu, edhe në frika ta normal, gjithë na familjarin. Rryme në kanal dja, po. Rryme në kanal, krejt, s'kena pas rryme më rëmë, asë kërkosh kërkon të kërgjanë, si asit. Të njëjtat fjali dëgjuam edhe nga një tjetër zotëri, Cuf Osmanović, por ai kishte pasur fat se uji nuk i kishte dëpërtuar në shtëpi, por dëmet tjera janë të konsiderueshme. Kemi lidhur jetën këtu se këtu i kemi gjithë pasurin tonë, nuk kemi ku të shkojmë, por për një vit 3 herë kemi parafërsisht të njëjtën gjendje. Këtu se kena pas, ka shumë kosi se kena pas. Sa koka? Ka për zotin, ka janë më 25-30 ka si s'ka kënë kjo uj. Qysh ka herë s'ka kënë kjo uj. Mirë po, mu shpi s'ka hinsi me thonë diçka.
Sana në mene më shmyt krejt. Pullet, mi kanë 7-8 pulle mjën myt. Hajde ata ndash. Baktin i kam e tje poshtë, i kam qunë në nahër tash, edin në Ramazani. Edhe ata ku në i natë nuj. Po mirë si na i ku ki uj tash, prep, si me thonë, më lesha dhe s'panë shtanë ma. Ka ullë pak, apo? Eshtë ullë pak uj. E tash, këna shansi për isha dhe si s'pana ullet. Me të drejt banore të kësaj zone janë të brengosur për gjendjen e tyre, pasi që as të dhënat e shërbimit sinoptik nuk jo shkojnë në favor të tyre. Shtabi i emergjencës është në gatishmëri 24 orë. Prej nesër do të jetë i hapur edhe numri kujdestar, ku banorët e rrezikuar mund të kërkojnë ndihmë adekuate. Kryetari i komunës së Ulqinit Gëzim Hajdinaga, njëherët edhe kryetari i shtabit të emergjencës, deklaroi se janë në kontakte permanente me shtabin qeveritar, me forcat ushtarake, policore dhe me përfaqësuesit e instancave më të larta të Shqipërisë. Ato sot përsëri vizituan zonat e përmbytura për t'u ofruar ndihmë banorëve të përmbytur. Do të thënë për fat keq, si duket komunikimi me medje do të jetë jo i përditshëm, por për çdo orë. Dhe me thënë ka interesim të madh për këta që ka ndodhur me komunën dhe çka ndodh me komunën e Ulqinit. Ju thënë të drejtën sa interesim kam nga mediat e Malit Zi, ndoshta edhe televizionit e Uta, aq më tepër ka interesim edhe nga mediat shqiptare, por edhe ato nga jashtë. Unë vetëm sot jam lidh 3 herë me Radio Londrën në gjuhën shqipe për të informuar me gjendjen në komunën e Ulqinit. Ne në mëngjes kemi pas mbledhjen e rregullt urgjente, edhe pse mbrëmje jemi takuar të shtabit ku kemi marrë detyre të reja, aty kanë qenë prezent njerëzit e ushtrisë, policisë, vetë zotni Begović, për të parë se me cilën situatë na pret përballemi këto ditë. Fat kemi pas krahasuar me mram që ka pas një zbritje të nivelit të ujit bunës, sepse vdetja është shqetësuar, pra është pak domethënë val, dhe se atëherë derdhja e bunës mund të shpejtësohet dhe më fuqishëm të dalë në det. Për sa i përket të gjithave asaj, domethënë mashineritë e forta janë duke punuar në teren. Për mua çmoj që gjendja, domethënë aty ku është godit qytetari, më e vështirë është në zonën e anës të malit, aty ku i kanë vizituar dje shtëpi me mjetet lëndruese. Është vështirë dhe lutemi Zotit që mos të damtohet dhe mos të tajkalojnë buna bendin për gjatë shtojit, Reçit dhe Sutjelit, sepse atëherë damet do t'jenë edhe më të mëdha, por jemi duke vënë dorë edhe sot 5 ditë mrapa me makineritë e forta duke arrit nivelin e saj, dhe rezulton se puna jonë në janar, ku me një qetësi të madhe kemi ngritur nivelin e bendit, ka dhënë rezultate dhe ashtu e kemi qujë sot në shtab, sidomos edhe ata që dinë më mirë se na, që e ka shpëtuar situatën sa herë, sepse në një të dhënë që kam regjistruar dje, ka rezultuar që 27 cm buna ka qenë dje më e lartë se sa ma dhe jenë mend në historikun deri kur janë ba matjet e bunës. Pra janë ujnë të mëdha. Janë të mëdha sepse jemi adresa fundit dhe bartën nga gjithë Mali Zi, nga liçeni Shkodrës, nga Shqipëria, janë shkarkimet që është detyruar Shqipënia t'i bajnë për fat mirë, ata i kanë zboglu krahasuar me mram dhe me mëngjes, derisa kanë pas dje 2950 metër kub në sekond, ata i kanë zboglu për 2650, dhe në shpresë që kena paralelimisht se do stabilizohet koha, ndoshta ja arrim të kemi 2-3 ditë qeta që të punom ala ma tepër. Ne nuk ndalemi, vazhdojmë 24 orë, është kujdestari shtabi, është në kujdestari. Nesër do të shpallim ose edhe sonte numrat kujdestar ku do të mund të thrasin për postë që na thrasin neve personalisht dhe gjithë antarët, po edhe në zyrë qytetarët. Do të shkom dhe kemi qenë në teren për t'i pyetur edhe një herë në zonën e Fraskanjelit, të Lisë në Borës dhe tjerë, a ka nevojë për evakuimin e gjeve të gjalla, pra për baktin. Na kanë thënë dje se jo, edhe sot kanë paralajmëruar se jo. Ne kemi çu makinat në vërtet pajisjet edhe ato të nevojshme të ushtrisë, ushtria pret atje. Këtë moment jemi nisur për të bërë ndarjen e ushqimit, çdo gjë e kontrolluar, pra ushqimin do të marrin vetëm shtëpiat, ato shtëpi që kanë nevojë dhe janë të bllokuara në ujë, domethënë sa për sidore parë. Komisioni ju kanë thënë dje ka kryer punën e vet, ndërsa pak më herët ose në mëngjes kemi bërë edhe një intervenim tjetër për sa i përket studentëve tanë që janë në Shqipëri dhe në Shkodër, ku jam lidhur me kryetarin Lorencin, por edhe me antarët e qeverisë të Shqipërisë për të siguruar një makinë ushtarake. Janë grumbulluar studentët tanë para
dhe me thanë shtabit emergjencës në Shkodër, por edhe para fakulteteve gjese, dhe është duke bërë vartja atyre, sepse vetëm me këtë makinë mund kalohet deri te kufini në pjesën tonë. Të rikujtojmë që kalimi në pikën kufitare Sukubin Muriqan është i pakalueshëm për shkak të përmbytjeve në zonat e fshatrave përreth Shkodrës.